Përshëndetje shenja ujorit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Ghost, fantazm, nuk është friksuese, por shënon nevojën për të përballur diçka apo dikë nga e kaluara, ose për të kuptuar një zbrasti që kërkon pranim. Është koha për të ndarë ëndrat nga kujtimet, për të çliruar veten nga hijet e dikurshme dhe për të ecur drejt dritës së tanishme. Në gjendjen personale, kombinimi i kartave tuaja, 6 shpatat, asi i shpatave, gjykimi dhe hëna është shumë i fuqishëm dhe shumë simbolik. 6 shpatat tregon lëvizje drejt qetësisë, pas një periudhe tensioni, ju tani po kërkoni kthjellim, ose madje mund të ndjeni thirrjen për t'u larguar emocionalisht nga një situatë që ju ka raskapitur. Ndryshimi është i pjekur dhe i domosdoshëm. Asi i shpatave përforcon këtë, sepse është drita e së vërtetës që çan përmes mjegullës. Ju mund të keni një çast ndriçimi psikologjik, një moment ku gjithçka bëhet e qartë. Dhe gjykimi është zëri i ringjalljes, rilindje e vetëdijes, zgjim shpirtëror dhe përfshirje në diçka më të thellë nga që keni qenë më parë. Hëna si karta e fundit i jep gjithë kësaj ngjyrim intuitiv. Jo çdo gjë që do të shfaqet do të ketë menjëherë logjik. Ka ende disa iluzione, por intuita ju udhëzon që të mos ktheheni pas. Në përmbledhje, unë do të thoja që kjo është një javë ku ka rilindje përmes pranimit të së panjohurës. Pra diku në qetësinë e brendshme, hëna dhe gjykimi ju thrasin të dëgjoni instinktin, jo frikën. Kalojmë në familje. Në sferën familjare, kartat 4 monedhat, 9 shpatat, mbreti i shkopinjve dhe asi i shkopinjve flasin për tensione të përkohshme, por edhe për rigjallërim të menjëhershëm. 4 monedhat tregon një mbajtje të fortë, ndoshta dikush po ruan emocionet, ose situata është bërë shumë e ngurtë nga frika për të humbur kontrollin, ju ose dikush në familjen tuaj. Ndërsa 9 shpatat sinjalizon lodhje psikologjike, shqetësime ose mungesë komunikimi. Megjithatë, mbreti i shkopinjve sjell gjallëri dhe drejtim, një figurë ose një energji që sjell optimizëm, udhëheqje dhe frym bashkimi. Kjo kartë mund t'ju përfaqësoj ju ose dikë në familjen tuaj që marrin këtë rolin e stabilizuesit në një situatë të trazuar. Dhe asi i shkopinjve që përmbyll këtë kombinim me dritë, një fillim i ri me asin e shkopinjve, një komunikim i sinqert, një ide që ndes ngrohtësinë familje. Në mënyrë intuitive, unë do të shtoja se kjo është një javë ku ju mësoni ta ulni mbrojtjen, pra ajo karta 4 monedhat, dhe ta zvendçoni me guxim emocional që është mbreti dhe asi i shkopinjve. Qartësia dhe pasioni që sjellin mund të zbusin çdo mosmarrveshje. Kalojmë tek dashuria. Fusha e dashurisë është më e ndërlikuar, por edhe më ndriçuese në thelb. Kartat Temperanca, 10 kupat, mbretëresha e shpatave dhe 5 shkopinjt tregojnë për mungesë balanci, që po zvendçohet ngadalë me kuptim të thellë shpirtëror. Temperanca është zemra e këtij kombinimi, balancimi i ndjenjës me arsyen, i shpirtit me trupin. Kjo është një dashuri që kërkon durim, qetësi dhe mirëkuptim të ndërsjellë. 10 kupat është karta e lumturisë familjare dhe përmbushjes emocionale, një ndjenjë dashurie që është afër pikut të saj, por që kërkon mirëmbajtje delikate. Mbretëresha e shpatave përfaqëson pjekuri, por edhe distancë
racionale. Është instikti që ju thot të ruani qartësinë dhe t'u jepni ndjenjave formë të qëndrueshme, pa pritur përralla. 5. Shkopint në fund tregon konflikte të vogla ose keq kuptime që mund të lindin nga tensionet e ndryshme të karakterit. Por nga ana intuitive, unë do thoja që ju jeni në proces integrimi emocional. Kjo është periudha ku po kuptoni se dashuria nuk është zhdërvjellësi, por bashkëpunim në dritë edhe në hije. Pra, siç është karta e Prism Orakullit me Ghost, në këtë fushë ka kuptimin e shpërbërjes së iluzioneve dashurore, pastrimi nga kujtime të vjetra dhe idealizime që nuk ndihmojnë më në rrugtimin tuaj. Kalojmë tek puna. Në anën profesionale, kartat 3 shkopinj, asi i kupave, 3 shpatat dhe perandori tregojnë zhvillim të rëndësishëm që ndodh pas një zhgënjimi ose përballjeje me të vërtetën. 3 shkopinj flet për planifikim dhe zgjerim. Ju shikoni përtej kufive, është moment kur horizontet hapen dhe filloni të mendoni në mënyrë strategjike për të ardhmen. Asi i kupave sjell inspirim të pastër, kreativitet, ndjesi që rrjedhin nga pasioni dhe që përmirësojnë raportin tuaj me punën. Por 3 shpatat përmend një plagë profesionale, diçka që nuk ka ecur siç dëshironit ju, një zhgënjim ose ndarje e mundshme nga një projekt apo koleg apo kolege. Perandori megjithatë e mbyll shtrirjen me kontroll dhe autoritet. Ai ju bën të kuptoni se çdo përpjekje ka kuptim nëse ju forconi bazat e disiplinës dhe respektoni kufijt tuaj. Në mënyrë intuitive, unë do thoja që kjo është një fazë pastrimi dhe riorganizimi profesional. Diçka e dhimbshme po përfundon, po krijon hapësirë për rritje dhe strukturë më të fortë. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi Ghost, fantazm. Ky orakull është çelësi shpirtëror i gjithë leximit tuaj. Ghost ju fton të përballeni me atë që endet nëpër ndërgjegjen tuaj, ose mund të endet nëpër kujtime, nëpër njerëz, emocione apo frikra që ndikojnë pa qenë më pjesë reale e jetës suaj. Pra ato kanë ikur, duhet ikin më saktë. Ky është proces çlirimi nga hije të vjetra, nga lidhje që ju mbajnë në vend, nga mënyra të vjetra të menduarit që nuk përputhen me dritën e re që po hyn në jetën tuaj. Praktikisht, kjo do të thotë mos u ktheni atyre që ju kanë lënë bosh. Mos u lidhni me kujtimet e smura dhe mos lejoni që ndjesia e mungesës të mbulojë praninë e mësimeve që keni fituar. Paçim!